Ka qenë pjesë e skenës muzikore vazhdon të jetë prej më shumë se 2 dekadash. Bëhet fjalë për Aurel Thelimi. Atë gjetëm pak minuta të lirë dhe shfrytzuam rastin për këtë intervistë. Është kënaqësi dhe koincidoj që unë këtë fundjavë jam i lirë në këtë moment që po jap intervistën për ju dhe është shumë kënaqësi, sepse pas pak jam i detyruar të shkoj në provat generale të Teatrit Operës dhe Baletit, ku është Opera Tosca. Tani unë këtë gjë e kam profesion, nuk është se e kam pasion. Profesioni është i tillë që unë duhet të shkoj çdo ditë Teatrin Operës dhe Baletit për të kënduar, por mos harrojmë që unë atje mbaj veten në formë. Këtë rrëfemenisi me shumë pozitivitet duke ngacmuar pak për këngët solo, por dhe duete që ka sjellë ndër vite. Kam patur fat shumë të madh që kam bërë duete me emrat më të mirë të muzikës shqiptare në Shqipëri, që janë Angela Peristeri, Era Rusi, Blerina Braka. Kam kënduar me Imba Mulën në Operën Peshkatar të Perlave. Di që kimia e një marrëdhënie femër-mashkull është shumë e bukur në art, përpos faktit që ndërthurja perfekte e dy karaktereve të kundërt përbën një kimi shumë të madhe, sidomos me këngën për dashurinë. Për këtë gjë shton se vokali i femrës e thot në mënyrën sublime, por dhe ai mashkullit e ka një lezet teksa shpreh ndjenjat përmes zërit. Por cilin bashkëpunim e ka ai më për zemër? Secila ka vlerën e vet, se në fundit kam përfituar, kam marrë gjërat më të mira që kam dashur dhe ky është artisti. Po i pyetjes, por me kënga gocat do ta pinte një kafe ai. Kafen e pi me shokun tim të ngushtë prej 20 vitesh në Teatrin Operës dhe Baletit, Armando Lika, është nga emrat më të mëdhenj të muzikës shqiptare. Kemi një kimi shumë të madhe në komunikim, për batuta, për humor, se në fundit kafet janë për të kaluar kohën bukur, për të shijuar dhe për të menduar për të ardhmen. O Aurel, e me kë nuk do ta pija kafe o vlla? Kafja duhet pirë me të gjithë, sepse nga çdo njeri ti merr dhe jep gjëra, pastaj se ku e ul veten ti është individualiste. A të ka ndodhur ndonjë në krejt këto vite karrierë që ti nuk ja hap telefonin dikujt prej këngës? Mendoj që edukata është individuale, unë jam shumë korrekt në marrëdhënie me telefonin, në marrëdhënie me orarin, në marrëdhënie me kohën dhe do doja të respektoja të gjithë njerëzit, pavarësisht se sa i dua dhe sa më duan. Të kalojmë tani tek pjesa kryesore që duhet me jep zë. Hajde është projekti i ri nga këngëtari Thelimi, këngë kjo që ai garon në edicionin e si vjetëm të Kënga Magjike. Ka depërtuar në gjithë shqiptarinë dhe jam shumë i lumtur që dëgjohet në Shkup, në Kosovë, në Amerika, në shqiptarët e Amerikës, në shqiptarët e Greqisë, shqiptarët e Italisë. Fundit ky është qëllimi, t'i japim 3 minuta të lumtura. Të gjithë artistët konkurrojnë për të marrë çmimin e parë, dhe pa diskutim që çmimi i parë vlen shumë të jetë në kurrikulumin e çdo artisti, sepse po mos harrojmë se çmimi i parë është për këta 20 konkurrentë që çdo vit. Nuk është se konkuron me 20 artistët që kanë marrë pjesë vjet apo par vjet. Tregu artistik është aq i madh sa një çmim thjesht të jep ty një satisfaksion, afatgjatësi atë e di vetëm artisti, pastaj edhe Zoti. Nëse jo klikimi dhe çmimi, cili është matës i suksesit për një artist? Sa oferta punë ke dhe se sa koncerte ke në fundjavë apo në muaj. Mendoj që unë prej kohësh me bendin tim dhe me orkestrën time, me këngëtarët që unë bashkëpunoj, jam prej shumë vitesh në tregun shqiptar brenda dhe jashtë Shqipërisë, deri në Australinë e largët, për të dhënë momente të lumtura. Kështu që nuk do të thotë se një këngë ty do t'jap një afat shumë të gjatë karriere, por mënyra se si do e menaxhosh ti këtë punë dhe se sa i saktë je ti te kjo punë që bën apo sa korrekt je te kjo punë që bën, kjo tregon që ti ke gjatësi apo jo. Sepse ndodh që dhe ti vetë si artist gjatë rrugës mund të bësh një shkëputje të menjëhershme. A të ka ndodhur ndonjë gjë e tillë që muzika live nuk të është vlerësuar as në aspektin e pagesës, duke e ditë që investimi në muzikë është vetë punë e madhe? Ne harrojmë që çdo individ në art është qenie. Ajo është e lidhur me të brendshmën e artistit, me mendimin e artistit. Ne bëjmë një jetë normale si të gjithë, dashurojmë, humbim prindrit, krijojmë familje, krijojmë disfata, na krijojnë disfata, kemi njerëz që na duan apo nuk na duan, kështu që e përditshmja jonë është e ngarkuar. Janë gjëra që të ndërthurura bashkë japin momente të bukura apo të vështira. Por, duke qenë artist, dihet që brenda artistit
është një lloj aktori brenda, është një personazh tjetër brenda vetes, i cili dominon për çdo ambient. Domethënë, kur duhet të jesh i mërzitur, ne vetëm qeshim. Biseda e këndshme vazhdoi edhe për pak minuta ku ne mësuam se ai nuk po çndron rehat. Pas paraqitjes në kënga magjike, Aureli ka gati edhe disa projekte të reja që fansat mezi po i presin.